Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Muhammad bin Abdillah, wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in, ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Të dashur vëllezër të nderuar motra, agjerus, agjerimin Allah na e pranoft, zemrat na e pastroft. E boft agjerim, ibadet dhe shtim të veprave tona të mira gjithë jetën tonë. Lusë Allah më fuqi plot që kjo Ramazan të dëshmoj për ne ju kundërnisht në ditën e ahiretit. Dita e 9 e Ramazanit. Edhe kjo ditë, si ditët e tjera, me një mesazh, me një përgjigje nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që lindi pyetja për shkak të një fjale që e tha i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Hadithin e transmeton Ebi Dardai radhiyallahu anhu, nxjerr Imam Tirmidhiu dhe të tjerët, se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: a dëshironi të tregoj për një vepër, a keni qejf, a dëshironi të tregoj një vepër që është më e vlefshme se namazi, se agjerimi, se lëmosha? Sahabët, tash kjo fjalë, sahabët i shtyni, i nxiti që ata të pashun tash pyetjen se cila është e vepër, për shkak se namazi është shtylla e dytë, agjerimi është shtylla e katërt. Lëmosha, sadaka gjithashtu me vlerë të madhe, peshë të madhe tek Allahu. Çfarë vepër mund të jetë ajo më me vlerë se namazi? Dhe vallë është ashtu? I tha sahabët, kush është ajo vepra e Rasulullah? Tha rregullimi i raporteve mes njerëzve. Sepse prishja e raporteve, li'anna fasad dhat al-bayn hiya al-haliqa. Sepse tha shkatrimi, prishja e raporteve mes njerëzve, ajo është shkatruese. Ajo është shkatruese. Prishja e raporteve mes njerëzve, ajo është shkatruese. Ajo është që ja shkatron jetën njeriut në dynja dhe në ahiret. Ajo është që ja shkatron edhe veprën njeriut në dynja dhe në ahiret. Jo se kjo punë është më e madhe, dhe se kjo punë, kjo është vetëm hadithi pejgamberit është nxitje për këtë vepër të mirë. Çka? Rregullim të raporteve të njerëzve. Sepse njerëzit i hidhrohen, i ndërpresin raportet mes tyre, kontaktet mes tyre i ndalin, i ndërpresin, zgjat hidhrimi me vite, po ndoshta deri në vdekje, derisa pastaj në ahiret do t'ja marrin hakun njëri tjetrit. E nuk ka vepër më të mirë se sa ti nxjerrë si të tjerët të pajtohen mes vete dhe mos t'i bëjnë keq, mos ta dëmtojnë njëri tjetrin dhe mos t'i prishin raportet mes tyre. Pra një vepër me shumë sevap të madh, një vepër shumë që përmban në vete shpërblim të madh. Por jo se është në shkallën më të lartë se namazi, sepse namazi është shtylla e dytë e Islamit pas tauhidit. Mirë po, nëse ti namaz fal, agjeron, me prindërit s'fol, me motrës s'fol, me vllau s'fol, me dajallarët s'fol, me migjallarët s'fol, cila është dobia e namazit tënd, adhurimit tënd, dhe praktikimit të fesë tënde, më trego sa do të pranojë adhurimi yt tek Allahu subhanahu wa taala. Pra, prishja e raportit mes njerëzve është shkatruese, pra që njeriu të shkatron veprat e tij në dynja dhe në ahiret. E prandaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e tha këtë fjalë në formë nxitëse për të na nxitur që çdo herë të rregullojmë raportet me njerëzve, mes njerëzve, e jo ne të jemi shkaktar dhe nxitës për prishje të raporteve mes njerëzve. Allahu zemrat e bashkoft, Allahu në xhenet me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam na takon.